Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara ka bllokuar përpjekjet e administratës Trump për të mbyllur zërin e Amerikës duke e cilësuar këtë si vendim arbitrar. Gjykatësi James Paul O'Kane ka lëshuar me urdhër të përkohshëm kufizues që ai ndalon Agjencisë Amerikane për Mediat Globale, e cila drejton zërin e Amerikës, të shkarkojë më shumë se 1200 punonjës, përfshirë gazetarë, inxhinierë dhe pjesëtarë të tjerë të stafit. Vendimi i administratës Trump për të reduktuar financimin e zërit të Amerikës ka shkaktuar një krizë brenda agjencisë, duke i kërkuar punojësve të përfundonin transmetimet e drejtpërdrejta deri në 15 mars dhe të lironin selin. Pas këtij urdhri, ata humbën qasjet në sistemin kompjuterik të agjencisë, përfshirë emailin dhe faqja e lajmeve e zërit të Amerikës ka mbetur e papërditësuar që për asaj kohe. Gjykatësi O'Kane ka vendosur që USAGM të mos ndërmarrë në përpjekje për të ndalur punën e stafit dhe për të dërguar punonjësit në pushime pa pagesë. Ashtu, përshëndetur vendimin duke cilësuar si një fitore të rëndësishme për lirinë e shtypit dhe amendamentin e parë të Kushtetutës amerikane. Ai ka kritikuar administratën Trump për shpërfilljen e plotë të parimeve që përcaktojnë demokracinë edhe për përpjekjet për të minuar mediat dhe informacionin e lirë.